Të moshuarit e qendrës Besa në Barbullush të Bashkisë Vau Idejes do të kenë së shpejti një mjedis bashkëkohor dhe dinjitos jetese. Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Bashkinë Vau Idejes do të kryejnë këtë investim të domosdoshëm për të kthyer në parametra optimale këtë qendër. Kryetarët Edmond Dou dhe Kristian Shkreli me stafet e tyre pan nga afër gjendjen e këtij institucioni, ku njohen me problematikat që sa i përket lagështirës dhe ofrimit të shërbimeve. Ky është një investim i cili ndikon drejt në pjesën jetësore, në rritjen e cilësisë së jetës së banorëve të kësaj qendre, ku është një investim jo thjesht në një godinë rezidenciale, por është një investim në dinjitetin dhe respektin që secili prej nesh duhet të kemi ndaj moshës së tretë e kryesisht gjyqërve tanë. Kam një falënderim të veçantë për gjithë stafin e kësaj qendre, sepse sa herë që vim këtu gjem një ngrohtësi, një shërbim dhe një përkujdesje të jashtëzakonshme në çdo cep të kësaj qendre. Gjithashtu për bashkëpunimin mjaft të mirë të Këshillit të Qarkut dhe Bashkisë Vau Idejes dhe kryetarit Shkreli për gatishmërinë në bashkëpunime të tilla, sepse kjo është një qendër e dytë rezidenciale në Bashkinë e Vau Idejes, mbas asaj të vëllezërve Nën Tereza në Bushat, ku po kryejmë. Ky është një shërbim me infrastrukturë, ndërsa atje kemi kryer disa shërbime për sa i përket personelit dhe infrastrukturës materiale. Bashkëpunimi ndërinstitucional do vazhdoj edhe për qendrat e tjera rezidenciale, jo vetëm me Bashkinë e Vau Idejes, por edhe me bashkitë e tjera të Qarkut të Shkodër. Duhet falenderoj kryetarin e Qarkut për bashkëpunimin. Ky nuk është bashkëpunimi vetëm që kena bë me kryetarin e Qarkut, kemi bërë disa investime tjera. Faktikisht Azilia ka pas shumë të nevojshme rikonstruksionin, sepse është në një gjendje jo të mirë. Duhet falenderoj për bashkëpunimin dhe për gatishmërinë të cilin ne kemi pas gjithmonë me kryetarin e Qarkut dhe shpresojmë që t'ja uletësojmë jetën sa më shumë gjyshërve që kemi në këtë azil. Punimet priten të përmbyllen brenda pak muajsh dhe kjo shtëpi të moshuarish të kthehet në një qendër model për trajtimin e moshës së tretë, ku aktualisht marrin shërbim 20 persona.